përgjegjësia e bashkëshortit dhe e familjes ndaj gruas. Respektimi dhe nderimi i gruas sot është një çështje që duhet i kushtohet vëmendje dhe kujdes të veçantë. Burrat, qoftë ata të familjes, si baballarët, vëllezërit dhe bashkëshortët, ose burra në mjedisin e punës së gruas, duhet të sillen me të me respekt dhe dashuri, së bashku me ndershmërinë dhe virtytin. Prandaj, duhet të hartohen plane dhe programe për ruajtjen e çështjes së nderit të gruas, qartësimin e detyrave të saj dhe detyrave tona ndaj saj. Për fat të mirë, dita e gruas përkon me ditën e lindjes së zonjës së grave të botës, Fatime Zehras, paqja qoftë mbi të. Pra, mund të mendojmë drejt, të vendosim drejt dhe të veprojmë drejt për çështjen e gruas, familjes, nënës dhe gruas. Atëherë mund të jemi të sigurt për të ardhmen e vendit. Çdo grua që rritet me këtë edukat, dhe cila do qofshin kushtet dhe familja në të cilën ndodhet, mund të arrijë madhështinë që nuk është e kufizuar vetëm në periudhën e hershme të Islamit, por mund të arrihet edhe në periudha shtypse dhe në periudha të sundimit të jo besimit. Çdo familje që rrit vajzën e saj në mënyrë të drejtë, ajo vajzë bëhet një grua e madhe.